Me 1 mars 2026 në sallën e Kuvendit të Tuzit u mbajt promovimi i librit Zanafilla e mendimit kombëtar, diskursi i humanistëve arbënor përgjatë Renesansës, të autorit Albert Bikaj. Vepra u botua me mbështetjen e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve. Në këtë ngjarje kulturore, morën pjesë studiues, shkrimtar, profesor, përfaqësues të medias, si edhe qytetarë të shumtë që mbushën sallën e Kuvendit. Vepra trajton fillesat e mendimit kombëtar shqiptar përmes analizës së humanistëve arbënor të shekujve 15 dhe 16, si Marin Barleti, Marin Beçikemi dhe Dimitër Frangu. Autori sjell një qasje të thelluar mbi mënyrën se si në kuadër të humanizmit evropian u formësuan elemente të identitetit dhe kujtesës historike shqiptare, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në historiografinë kombëtare. Në panelin promovues referuan Mark Junçaj, profesor historisë, Ismet Kallaba, publicist, ligjërues, Nikol Berisha, shkrimtar dhe përkthyes, të cilët vlerësuan punën kërkimore dhe seriozitetin shkencor të autorit. Ata theksuan rëndësinë e trajtimit të figurave dhe teksteve të përjullës së rilindjes si një themel në ndërtimin e vetëdijes kombëtare shqiptare. Në përfundim të promovimit u organizua një koktejl modest, ku të pranishmit patën mundësi të urojnë autorin dhe të vazhdojnë bashkë bisedimet miqësore rreth librit. Jemi takuar që të bëjmë promovimin e librit të studiuesit ton nga Malësia, Albert Bikaj, me titullin Zanafilla e mendimit kombëtar, diskursi i humanistëve arbënor përgjatë Renesansës, të botuar së fundin nga shtëpia botuese Botimet Koalici nga Prishtina. Libri në fjalë ka 143 faqe dhe përmban mirënjohjen, parafjalën, pastaj pjesën kryesore që përfshin ose është ndarë në 6 kapituj, sjell bibliografinë dhe fare në fund indeksin e emrave. Siç e thau Gjoka, libri fillon me mirënjohjet, domethënë sparit t'ja hetrancoj, themi kështu konkretisht, domethënë pas mirënjohjes vjen parafjala e tij, i cili ndër të tjera studiuesin e vlerëson dhe e konsideron me një studim fort mirë, do thotë, për kohën e humanizmit të Renesansës, duke thënë ndër tjera se autori hedh dritë mbi një periudhë kyçe për historinë kulturore dhe kombëtare të shqiptarëve, konkretisht për kohën e humanizmit dhe atë Renesansës. Mbas parafjalës vazhdot me kapitullin e parë të titulluar Hyrja. Hyrjen e fillon duke na njoftuar konkretisht me nacionalizmin dhe interpretimet që i bëhen nacionalizmit. Si model në këtë rast e merr historianin zvicran Kaspar Hirshin, dhe qëndrimet e tij lidhur me fillimet e nacionalizmit. Kaspari nuk pajtohet me ata që thonë nacionalizmi u zhvillua tek nga fundi i shekullit të 18, por shfaq mendimin se një lloj nacionalizmit i ka fillimet që nga Roma e lashtë, e në veçanti nga koha e periudhës së humanizmit dhe të Renesansës. Historiani zvicran bën dallimin mes humanizmit kozmopolit dhe atij kombëtar. Sipas tij kozmopolit janë Erasmusi për shembull, Thomas More dhe Giovanni Pico della Mirandola, dërsa rrymet së dytë i takon Ulrich von Hutten, do thotë, i cili edhe kritikon Erasmusin për qëndrimet e tij kozmopolite. Ky qëndrim, apo ti themi kështu, ky humanizëm kombëtar vlen edhe për 3 humanistët tanë arbëror, për Barletin, Beçikemin dhe Dimitër Frangu. Humanistët arbëror, shkrimet e tyre ja kushtuan figurës kryesore kombëtare, Gjergj Kastriotit, Skënderbeut. Kjo do të jetë edhe njëra ndër arsyet që Paolo Gjovjo e kritikoi Barletin për atë dhe dashuri të tepruar. Njëjtë vepron edhe Gibboni, që veprën e Barletit e trajton si histori kombëtare. Frank Barley, siç e njohim gjithë, shkroi apologjinë për origjinën e Skënderbeut, e cilëson Barletin si atletar. Njëjtë bën edhe Athanas Gegaj, duke potencuar se qëllimi i Barletit është që të ngjallë ndjenjat kombëtare tek arbëroret. Për atletar, Barletin e vlerësojnë edhe studiuesin nga Shqipëria e kohës komuniste si Alex Buda, Androkli Kostallari, Dimitër Shuterici dhe Stefan Prifti, i cili është edhe njëri ndër përkthyesët e veprës së Barletit. Në kapitullin e dytë, titulluar Humanistët, Lëvizja Rilindase dhe diskursi kombëtar, trajton qëndrimin e humanistëve të ndryshëm evropian. Pasi që në fillim na shpjegon fjalën nacion, autori merret me humanizmin në Itali dhe thekson se arsyeja e rikthimit të interesimit për antikën romake, nga ata është se për Italinë ishte koha më e lavdishme, koha e perandorisë romake. Shumë është interesant fakti se si humanistët italian dhe francez diskursin kombëtar e zhvillojnë në kontekstin e rivalitetit mes tyre. Për shembull,
Petrarka thekson se perandori dhe papa duhet të jenë romak, dhe jo nga popujt inferior si që janë francezët dhe gjermanit. Këtu konkretisht vrejmë pak të themi edhe racizëm nga në e Petrarkës. Veç Italin, pra vetë Italin falni, e shite superiore ndaj vendeve të tjera. E krahasonte me tokën e shajt dhe po ashtu theksonte se asnjë nga etrit e kishës, as poetet e antikës nuk kishin origjinë frange. Petrarkës ju përgjigj teologu francez Jean de Hesdin, duke thënë se argumentet e Petrarkës janë anakronike, çka ashtu në të vërtetë qëndron. E kritikuan Petrarkën edhe humanistët tjerë francez, si Jean Gerson, Jean de Montreuil e të tjerë. Përveç humanistëve italian dhe francez, Bicaj na paraqet edhe humanistët gjerman, të cilët promovuan idenë kombëtare. Të tillë janë për shembull Jakob Wimpfeling, Konrad Celtis, Ulrich von Hutten e tjerë. Si heroj kombëtar, këta vlerësojnë Karlin e Madh të frankëve, Albert Dürer dhe Johann Gutenberg. Sidomos krenohen me Gutenbergun dhe shtypshonin e shpikun nga i vetë. Në pjesën e fundit të këtij kapitullit na njofton edhe me humanistët dalmat, në mesin e të cilëve veçon Juraj Shishgoric dhe Vinko Pribojevic. Autorët dalmat e lartësojnë dalmatësinë si provincën më të lavdishme ilire dhe slave, si edhe vend i shenjtorëve dhe perandorëve. Në veçanti lartësojnë perandorin Morzin nga Dalmacia, Dioklecianin, që ishte i lirë, Pap Kajusin dhe Shën Hieronimin. Kapitulli i tretë, i titulluar Bashkësia Armënore në Venedik, trajton praninë e arbërve në Venedik. Prezencën e tyre të dikushme në këtë vend na e përkujton sot edhe emri disa rrugëve, siç është Via Skutari për shembull, apo Ramo degli Albanesi e të tjerë. Kontaktet e ndryshme me Venedikun ekzistojnë që më herët këtë dim gjithë, por nga shekulli 14 Venediku erdhi në tokat arbërore edhe si pushtues. Për shkak të kristënimit osman dhe më vonë edhe pushtimit të tokave arbërore nga perandoria osmane, në gjysmën e dytë të shekullit 15, emigrimi i arbërve në Venedik arriti edhe kulminacionin. Sipas fakteve të ndryshme, arbrit u mirëpritën nga ana e Republikës së Venedikut. Një pjesë të këtij kapitullit në fjalë u akushton edhe anxhellorëve dhe rolit të tyre në zhvillimin kulturor. Shumë është interesant fakti se familja Angeli e konsideronte veten si pasardhëse të familjes perandorake bizantine të anxhellorëve. Familja Angeli ishte familje fuqishme, por nuk i dihet origjina. Dhe siç e di, më e rëndësishmi prej tyre është edhe Paul Angeli, argjipeshvi i Durrësit, të cilin ne mbajmë mend për shkak të formulës së pagëzimit. Në ndikimin e vllaut të tij Pietrit, do të veprojnë për shembull edhe dy humanistë arbëror që e përmendëm më herët, fjala është për Limiter Frangun dhe Marin Barleti. Humanistët arbën e Venedik është titulli i kapitullit të radhës, dhe në këtë kapitull analizohet veprimtaria e këtyre humanistëve që vepruan brenda Republikës. Jepet biografia duke filluar me Limiter Frangun, meshtar nga Drishti, dhe sipas autorit është biografi i vetëm që e kishte njohur përsa afër Skënderbeun. Gjatë viteve 1466-67 përmendet si arkatar i Skënderbeut në kohën e udhëtimeve të tij në Napoli dhe në Rom. Pas rënies së kryes parit u vendos, do thot, në Tivar, pastaj në Venedik dhe së fundit në Treviso, ku edhe shërbeu si meshtar. Është shumë interesant fakti se vdiq duke lënë të pabotuar doshkrimin për Skënderbeun, vepër e cila do të botohet pas vdekjes së tij e përkthyer në gjuhën italiane, ndërsa në gjuhën latine në origjinal e kemi humbur duket. Humanisti i dytë, Marin Beçikemi, lindi në Shkodër në vitin 1468. Familja e tij është interesante, është me origjinë nga Pashtrovici, por duhet ta dimë se Pashtrovici në këtë pjesë trajtohet si pjesë e arbërisë venedikase. Gjatë rrëthimit të Shkodrës humbi prindrit dhe pas rënies së Shkodrës parit u zhvendos në Ulqin, pastaj edhe në qytetin e Breshës. Në Bresha mori sidomos famë me fjalimin kushtuar Marko Antonio Morosinit dhe është interesante edhe tjetër se është një ndër profesorat e njohur të Universitetit të Padovës, ku për shembull i ruhet edhe piktura ndër 14 profesorat më të mirë të Padovës të asaj kohë. Ky ka punuar disa komentime, ka botuar si për Plinin, Ciceronin, Virgilin, Tit Livin e të tjerë. Mirë po ne ka aspekti kombëtar arbëror na intereson panegyriku kushtuar princit të ndritur Leonardo Loredanit dhe senatit të Venedikut, vepër e botuar në vitin 1503-4 në Bresh, një tekst diku prej 17 faqesh, i ndarë në 6 kapituj, i cili lavdron Loredanet, mirë po dhe qytetin e Shkodrës dhe mbrojtjen heroike të popullit shkodran. Vepra përfundon me emigrimin e shkodranëve dhe mirëpritjen e tyre nga Venediku.
Po ashtu, origjinën e Shkodrës dhe të Albërorëve paraqeton veprën parathënie hishme për Gaj Plinin, botuar në vitin 1519. Vepra e tretë që ka të bëjë prej Beçikemit, do thotë me arbrit, është vepra poem konkretisht kushtuar dozhit Venedikas Augustin Barbarigos, vepër që është zbuluar tek vonë në vitin 2008 nga albanologja e njohur Lucia Nadi në bibliotekën kombëtare të Venedikut. Dhe këtu gjithashtu përsëritet pak pjesë nga panegyriku, domethënë në këtë poem. Humanisti i tretë, i trajtuar nga autori Bikaj, është Marin Barleti, prifti katolik nga Shkodra, dhe është shumë interesant fakti se ky mori pjesë sipas edhe përshkrimeve të tij në vendmbrojtjen e qytetit të Shkodrës. Pas Shkodrës kaloi në Venedik dhe së fundit edhe në Rom. Barleti për historinë kombëtare ka shumë rëndësi për arsye se la dy vepra të shkëlqyeshme për shekullin 15, rrëthimin e Shkodrës dhe veprën për Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Rrëthimi i Shkodrës i Barletit është shkruar me qëllim, si thotë edhe vetë Barleti, që të ruhet kujtesa mbi qendresën heroike të shkodranëve kundër, do thotë, pushtuesve osman. Siç e dimë gjithë, vepra më e njohur është vepra e Skënderbeut, e cila ka përjetuar popularitet sidomos gjatë shekullit 16 dhe është ribotuar dhe përkthyer në disa gjuhë evropiane, pasi që figura e Skënderbeut u duhej evropianëve për të inspiruar popujt të tjerë për t'i bërë ballë rrezikut osman, të cilët, siç e dinë, vitin 1529 arrin deri tek muret e Vienës. Pas trajtimit biografive humanistëve arbëror, në kapitullin e parafundit, të titulluar Kombi në veprat e humanistëve arbër, autori analizon imazhin e kombit sipas humanistëve, pra arbër në veprat e tyre. Kapitullin e fjalë është i ndarë në 3 pjesë: miti i origjinës kombëtare, heroi kombëtar dhe qyteti si locus amoenus kombëtar, apo qyteti i dashur ndryshe. Siç e dini, humanistët e shihnin antikitetin si periudhën më të lavdishme, andaj mundoheshin të imitonin edhe mënyrën e shkrimit të asaj kohe. Prandaj, ku shkruanin për ndonjë familje fisnike, e lidhin me ndonjë figurë nga koha antike. Interesante është vetë teoria e Dimitër Frangut, që mendonte se arbrit e kanë përardhjen nga Italia, konkretisht nga qyteti Alba, që ndodhe jo larg Romës. Por, pasi u shkatruan ikën e Kavkazit, u vendosën në një vend që njihet si Albania e Kavkazit, dhe së fundit në Ballkan. Mirë po, mendim të njëjtë për origjinën italiane të arbërorëve kishin edhe vetë italianët, siç është rasti me Papa Piun e II. Sikurse Frangu, njëjtë mendonte edhe Barleti, sipas të cilit pra do thotë arbërorët rrjedhin nga Albanet e Italisë dhe së fundit kaluan në Kavkaz. Shtrohet pyetja sepse duan ta lidhin arbërinë me Italinë. Një mit i tillë u shërbente për t'i afruar më shumë me vendasit. Pra, shihet se më shumë është mit propagandistik se sa rezultat i ndonjë studimi të mifit shkencor. Dhe në anën tjetër dhe i rrezikshëm. Pasi që sllavet kur kanë dashur të paraqesin arbërorët si ardhacak, janë munduar që për shkak të emrit, që është rastësisht i njëjtë me Albaninë e vjetër të Kavkazit, të pohojnë se është djepi i arbërve. Përveç kësaj, Barleti lidh arbrit edhe me Epirin dhe Pirën, si edhe me Maqedoninë e Lekës së Madhe. Interesante është se lidhjen me Lekën e Madhe pohonte edhe vetë Skënderbeu, emrin e të cilit ja lanë edhe vetë osmanët. Po ashtu, edhe Dimitër Frangu, ku shkruante për familjet fisnike arbërore, potenconte lidhjet e disa prej tyre me perandor të ndryshëm, siç është fjala për Topijajt për shembull, të cilët thotë se rrjedhin nga perandori apo janë pasardhës perandorit të Frankëve, Karli i Madh, apo se shpanët janë pasardhësit e perandorit romak Teodos. Humanistët na japin edhe shtrirjen gjeografike të arbërve, për shembull thonë se këta shtrihen se nga Arbëria Venedikase, konkretisht nga Boka e Kotorit, pra, e deri në jug në Epir. Autorët në fjalë vërçojnë edhe karakteristikat e arbërve siç janë trimëria, aftësia jashtëzakonshme luftarake, besnikëria dhe krenaria. Trimërinë arbërore e potencojnë Barleti dhe Frangu. Për shembull, Barleti thekson se bashkëkombasit e tij veçohen për atë dhe dashuri. Sipas tij, mbrojtja e dheut për arbrit është nder i madh, saqë janë të gatshëm të flijojnë për atë dheu. Po ashtu, humanistët arbëror merren edhe me heroin kombëtar, Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Si Barleti, ashtu edhe Frangu e paraqesin si të fuqishëm dhe të hijshëm, bujar, fisnik dhe të drejtë. Sipas Frangut, ushtrisi ja kishte dëluar për dhunimin dhe kestretimin e grave. Barleti e cilëson Skënderbeun edhe si hero kombëtar.
Frangu dhe Barleti theksojnë se vdekja e Skënderbeut tronditi jo vetëm Arbërinë, por të gjithë Evropën e krishterë në radhët e parë vendet italiane. Frangu pohon se pas pushtimit të Lezhës, osmanët e zhvarrosën Skënderbeun dhe nga eshtrat e tij përgatitën Ajmali. Autori Bikaj thekson se komunistët mund të trajtohen edhe si heronj, pasi që i shërbyen kombit me penë dhe i paracesin veten si zallanës të Adleut. Në pjesën e fundit të këtij kapitulli paraqitet qyteti si locus amoenus sisteme, pra vend i dashur kombëtar, dhe konkretisht dy qytete, Shkodra dhe Kruja. Shkodra, do thot banorët e Shkodrës, krenoheshin me lashësinë e Shkodrës dhe humanistët e paraqesin edhe si qytet gjoja romak. Barleti e lidhi origjinën e Shkodrës me Lekin e Madh, i cili shihej edhe si themelues i këtij qyteti. Ka mundësi që këtë teori e kishin pranuar edhe osmanët, të cilët vazhdojnë ta quajnë Skënderja. Barleti e paraqet edhe teorinë se themeluesit e qytetit janë motrat Roza dhe Fana, nga na vjen edhe emri për shembull Rozafat. Shkodra cilësohet nga humanistët arabëror si qytet shumë i rëndësishëm. Është qyteti i cili bëni edhe rezistencën heroike. Pas dorëzimit të qytetit, Venediku u dha shkodranëve dy mundësi: të jetojnë në sundimin osman ose të tërhiqen bashkë me ta. Shkodranët zgjodhen opsionin e dytë, pasi që osmanëve nuk ua kishin me besën, sepse panë se çfarë fati përjetuan: Kruja, Drishti dhe Lezhë. Përveç Shkodrës, qytet tjetër i rëndësishëm thamë është Kruja, si centre e lidhjes së Prizrenit, lidhjes së Lezhës dhe selia e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Barleti këtu shkruan se u thyen dy sultanë, të cilët nuk patën mundësi ta thënë Skënderbeun për së gjallit, dhe si shtame psoi fatin e keq në vitin 1478 me masakrimin e gjithë meshkujve, ndërsa agrat dhe fëmijët i kthyen në sklever. Në përfundim, që është kapitulli i fundit i librit në fjalë, autori jep edhe përfundimet e veta, duke cilësuar se diskursi humanistëve është diskurs fetaro-kombëtar me moton për fe dhe adhe. Siç e dimë të gjithë, ky ka qenë edhe diskursi i klerit katolik, për shembull, gjatë rilindjes kombëtare. Bas përfundimit të kapitujve, në fund ndodh lista e burimeve, cila është e pasur, dhe në këtë rast janë përdorur punimet e ndryshme nga autorë të ndryshëm të shkruara në gjuhë të ndryshme. Konkretisht kemi punimet e hartuara nga 94 autor, çka edhe i arrit vlerën edhe më shumë librit që po promovojmë sonde. Është një gjë interesante, në fakt, kështu se ne jemi mësuar që shpesh në këto raste promovimesh edhe mos t'i japim kritika, por unë do të shtoja se ndoshta ishte dashur që të bëhet edhe krahasimi i diskursit të humanistëve, do të thotë me të rilindasve kombëtar, se ndikimi i humanistëve apo mos ndikimi i tyre në diskursin kombëtar të rilindjes. Pasi që siç e dimë se termi komb më dominant në shekullin 19 dhe se figura e Skënderbeut që paraqitet si hero nga humanistët përdoret edhe si hero kombëtar për të zgjuar vetdijen kombëtare tek shqiptarët gjatë rilindjes. Andaj do të sugjeroja që në të ardhmen, nëse bëhet ribotimi i librit në fjalë, ndoshta të shqyrtohet edhe mundësia e punimit të një kapitulli të ri. Mirë po, kjo nuk do të thotë se libri nuk është punuar shumë mirë, përkundërzi. Mendimi im është se kemi të bëjmë një libër shumë serioz dhe shumë mirë të punuar, dhe se ja vlen se të lexohet dhe të përdoret në fund edhe si referencë për punimet që kanë bëjnë me humanistët arbër. Është libri, me sa di unë, i pari që e trajton këtë temë në këtë mënyrë, duke shpalosur rrethonat, diskursin e humanistëve evropian dhe pastaj të kalojë në temë për diskursin e humanistëve arbror. Edhe vetë titulli është shumë domethënës. Zanafilla e mendimit kombëtar, pasi që me të vërtetë është zanafilla e këtij mendimit. Se siç e pamë, merren në figurën kryesore të kombit dhe mbrojtjen heroike të arbërve gjatë shekullit 15. Në fund fare, nuk më mbeti tjetër vetëm se autorit Albert Bika t'i uroj shëndet dhe që në të ardhmen të na paraqitet sërish me vepra të tilla të rëndësishme, ndërsa juve publik i nderuar u kërkoj falje se ndoshta e zgjata shumë, por shumë faleminderit për vëmendje. Faleminderit profesor Junçaj për analizën tuaj të pasur. Fjalën tani e ka zotri Ismet Kallaba, i cili do të na japë këndvështrimet e veta mbi këtë vepër. Urdhroni. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të nderuar dashamirë të librit dhe kulturës, të nderuar të pranishëm, mirëmbrëma. Para se paraqes një vështrim të shkurtër për librin, dua t'i them disa fjalë hyrëse. Sa herë që vij në Malsi, pra në Tuz, ndjehem shumë mirë, dhe këtë nuk e them thjesht për kurtoazi, por e them me sinqeritetin më të madh. Në Malsi tashmë është krijuar një rreth kulturor i respektuar.
nuk them që nuk ka ekzistuar më përpara, por mendoj që kemi një grup njerëzish të rinj që merren me kulturën. Për më tepër, sonte jemi tubuar për një qëllim apo për një punë të mirë, promovimin e librit të një autori të ri nga Malësia, i cili për nga vlera që mbart i të i kalon saqet e një ngjarje kulturore lokale. Kam pasur rastin të bashkëpunoj edhe më herët me autorin Albert Bikaj në librin Nevoja për kombe të Roger Scrutonit të përkthyer prej tij. Këtë fjalë apo vështrim timin për librin e kam titulluar Humanistët arbënor si frymëzues dhe formësues të mendimit kombëtar. Ngulimet shqiptare në vende të ndryshme të botës kanë luajtur rol të rëndësishëm, bile mund thuhet shpesh vendimtar në proceset më të rëndësishme të historisë së popullit shqiptar, si në të kaluarën ashtu edhe sot. Në këtë drejtim, disa prej qendrave më të njohura evropiane të kohës, si Padova, Venecia, Firenca, Trieste, Zara, Raguza e tjerë, ku u vendosen të shpërngulurit nga tokat arbërore pas pushtimit të tyre, zën vend të posaçëm. Për disa prej tyre, ato jo vetëm që u bën adheu i tyre i dytë, por ishin qendra të formimit dhe zhvillimit të veprimtarisë së tyre intelektuale. Në fokus të studimit të Albert Bikajt është një periudhë e rëndësishme e historisë së njerëzimit, me sjeta avonshme dhe periudha e hershme moderne, pra shekujt 14-16, kur lindi dhe u zhvillua humanizmi dhe renesanca, e njohur si një lëvizje evropiane e reformimit intelektual, kulturor dhe arsimor. Më saktë, ai përqendrohet në ligjërimin kombëtar të humanistëve arbëror dhe ndikimin e tyre në formësimin e mendimit kombëtar. Ai ka përzgjedhur të analizojë veprat e tre prej humanistëve arbëror më të shquar të kohës, Dimiter Frangut, Marin Barletit dhe Marin Beçikemit. Po përmendim me këtë rast edhe humanistët e shquar arbëror si John Gazulli, Aleksi Andrea, Tursaku, të cilët nuk janë pjesë e këtij studimi. Përkundër faktit se ishin të detyruar të largohen për shkak të pushtimeve të vazhdueshme të trevave arbërore, ata, pra humanistët arbëror, nuk i kanë shkëputur asnjëherë lidhjet me adhaun e tyre, duke bërë një jetë të dyzuar midis adhaut të vërtet dhe adhaut të tyre të dytë. Kjo më së qarti vrehet në veprat e tyre që i shërbejnë kujtesës son historike. Duke jetuar në qendrat evropiane të zhvillimit të humanizmit, ata patën mundësinë të njihen me zhvillimet arsimore, kulturore, politike e tjerë, të përvetsojnë idetë përparimtare të kohës dhe të bëhen vetë bartës apo përçues të këtyre ideve iluministe. Kësaj, ata do të bëhen urlillse të adhaut të tyre dhe vendeve evropiane, duke transmetuar të shqiptarët traditën më të mirë të mendimit evropian. Siç konstaton recensenti i librit, historiani i njohur i periudhës së mesjetës, profesor doktor Yahya Drançolli, citoj: "Në një kohë kur Arbënia gjendej përballë rreziqeve të mëdha politike dhe kulturore, këta burra të dijes u formuan në universitetet më të njohura të Evropës dhe sollën me vete një frymë të re mendimi, atë të identitetit, të kujtesës historike dhe të përkatësisë kombëtare." Për të kuptuar veprën dhe veprimtarinë e tyre, duhet pasur parasysh kontekstin kohor dhe shoqëror në të cilin kanë jetuar dhe vepruar humanistët arbëror. Për këtë qëllim, autori na ofron në mënyrë sintetizuese një panoramë të zhvillimit të humanizmit si lëvizje reformuese dhe një qasje teorike mbi kohën kur zë fill ideja për kombin dhe ligjërimi për të. Në këtë kontekst, trajtohet dhe analizohet jeta dhe vepra e tre humanistëve arbëror. Autori mbështetet në teorinë e historianit zvicran Kaspar Hirschi, sipas të cilit nacionalizmi nuk është një zhvillim i vonshëm i shekullit 18, siç pretendojnë modernistët, por, citoj, u zhvillua gradualisht që nga Roma lashtë deri te humanistët e shekullit 15, përfundon citimi. Për të argumentuar tezën e vetë kërkimore, autori bazohet në metodën e imazhologjisë, domethënë perceptimit të tjetrit, përfshirë edhe vetë perceptimin apo imazhin për vetveten si një metodë e re në studimet krahasuese apo komparative. Konkretisht, ai analizon ndërtimin e imazhit të kombit në veprat e humanistëve arbëror. Topologjia e ligjërimit kombëtar analizohet përmes 4 toposeve kryesore ose të përbashkëta në veprën e tre humanistëve arbëror.
1. Miti mbi origjinën kombëtare, 2. Shtrirja gjeografike kombëtare, 3. Karakterologjia kombëtare dhe 4. Heronjt kombëtar, duke arritur në përfundimin se, citoj, edhe ndër humanistët arbënor, ashtu si te humanistët e tjerë në Evropë, është zhvilluar diskurs i ngjashëm kombëtar, madje me topose tipike, përfundon citimi, dhe se krahas diskursit kombëtar, i pranishëm dhe dominues ka qenë edhe diskursi fetar. Në një farë mënyre, kjo ishte edhe vetë kuptueshme, aq më tepër kur kemi parasysh faktin se 3 humanistët arbror nuk kishin të përbashkët vetëm prejardhjen e tyre, kujtoj se 2 prej tyre, Marin Barleti dhe Marin Beçikemi, kanë lindur në Shkodër, kurse Dimitër Frangu në Drisht, por 2 prej tyre ishin klerik katolik, Dimitër Frangu dhe Marin Barleti. Ashtu si që janë krejtësisht të kuptueshme për kohën, përpjekjet jo shkencore të humanistëve arbror për të gjetur dhe krijuar me domos lidhje të arbrorëve me trullin e dikurshëm romak apo Republikën e Venedikut. Ndërkohë që mitizimi i figurës së Skënderbeut nga humanistët arbror përdoret në funksion të ndërtimit të imazhit pozitiv të vetvetes, domethënë të arbënve, pra popullit arbror shqiptar. Në këtë prizëm, duke krijuar një paralelizëm me kulturat e tjera evropiane dhe ligjërimin e tyre kombëtar, në kohën kur italianët kishin si hero të tyre humanistin e parë Francesco Petrarken, gjermanët kishin shpiksin e shtypshkronjës Johannes Gutenbergun, shqiptarët kishin Gjergj Kastriotin Skënderbeun, i cili, sipas humanistëve arbror, jo vetëm që mbrojti vendin e vet, Arbnin, por edhe Evropën dhe krishtërimin nga depërtimi osman. Në vazhdim po jap edhe disa vlerësime për autorin, librin dhe humanistët arbror. Humanizmi dhe humanistët arbror, gjë që del edhe nga ky libër, paraqesin një periudhë të ndritur për kombin ton. Përmes ligjërimit kombëtar të tyre, ndikuan në vetëdijsimin mbi rëndësinë e identitetit kombëtar arbror. Shqiptar. 3 autorët arbror frymëzuan dhe i hapën udhë apo rrugë formësimit të mendimit kombëtar, sepse mbi bazën e ideve, veprave e mësimeve të tyre do të mbështeten dhe vazhdojnë traditën rilindasit shqiptar. Duke qenë dëshmitar të kohës, veprat e tyre, në mënyrë të veçantë ato për Skënderbeun dhe rrethimin e Shkodrës, shërbejnë si pikë reference për studimet historiografike. Për zgjedhja temës nga autori ka rëndësi për studimet shqiptare dhe me gjërë. Me këtë autori tregon preokupimin e tij për çështje e tema që lidhen me kombin dhe identitetin ton kombëtar. Libri Zanafilla mendimit kombëtar, diskursi humanistëve arbror përgjatë Renesancës, titulli në origjinal në gjuhën kroate, Nacionalni diskurs albanski humanista krajem 15. i početkom 16. stoljeća, është një studim krahasues. Veprën dhe veprimtarinë e humanistëve arbror, autori e shikon apo e trajton në një kontekst më të gjerë, duke e përqasur me veprën e humanistëve dalmat apo vllazërive të tjera që në atë kohë vepronin në Republikën e Venedikut. Përtej një punimi shkencor, ky libër ka edhe karakter edukativ për lexuesin e përgjithshëm, për të cilin ofron të dhëna të përgjithshme pra mbi humanizmin dhe humanistët arbror, përfshir edhe dinastin angjëllore. Me këtë libër të shkruar me akribi shkencore, autori dëshmon se ka kompetencën e duhur për të trajtuar objektin e studimit. Në favor të këtij konstatimi, flet apo kam parasysh ekonomizmin shkencor. Na qëllon jo rrallë të ndeshemi me libra, jo vetëm në rrafshin lokal, por ndonjëherë edhe me gjërë, ku autori, përkundër dëshirës dhe qëllimit të mirë, humb në sasinë të dhënave dhe dokumenteve, duke i ofruar lexuesit pa ndonjë kriter për zgjedhës, gjithë lëndën e parë bruto për një temë të caktuar, pa ndonjë strukturë logjike të ndërtimit të librit e tjerë. Me këtë tregon se është, pra flas për këtë lloj të studiusve, me këtë tregojnë pra se janë studius amator, të cilët nuk i njohin as parimet themelore të metodologjisë shkencore. Ashtu si në gazetari ku gazetari i mirë di të përzgjell çfarë është më e rëndësishme, çfarë jo, edhe në shkencë studiusi i mirë di të përzgjell faktet dhe dokumentet më relevante për temën që sjellon nga moria e të dhënave të grumbulluara. Prandaj Bikaj ndjek me rigorozitet parimin e ekonomizimit shkencor, po e quaj, ashtu siç bën një gjuhëtar apo gazetar i mirë fal ekonomisë gjuhësore.
Duke e përvijuar më tej këtë argument, një vepër e mirë nuk vlerësohet nga sasia, por nga cilësia. Nuk vlerësohet nga numri i faqeve, por nga përmbajtja e saj. Dhe ky libër që po paraqesim apo po prezantojmë sonte është dëshmia më e mirë e një pohimi apo konstatimi të tillë. Pavarësisht një lloj pëlqimi apo afërsie që autori ka ndaj tre humanistëve, për shkak të rolit të tyre për kulturën arbrore shqiptare, ai nuk ngurron të pohojë, madje të kritikojë disa teza të tyre jo objektive dhe jo shkencore. Së fundmi, ky studim i Albert Bikajt përbën një ndihmes për historiografinë shqiptare në veçanti dhe për historiografinë në përgjithësi, sidomos për periudhën e mesjetës së vonë, pra periudhën e humanizmit si një periudhë e rëndësishme të njerëzimit. Në fund, e përgëzoj autorin për këtë vepër studimore me dëshirën që të na sjellë në të ardhmen edhe libra të tjerë. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zotri Kallapa për kumtesën interesante. Tani ftoj zotri Nikol Berishaj të marrë fjalën dhe të ndaj analizën e tij të thelluar mbi veprën. Urdhroni. Po e fillojmë me një epizod të vogël para 4 vjeç diku, autori që na ka mbledhur sonte, në faqen e tij kishte shfaqur, publikuar në faqen e tij të Facebookut, kishte publikuar linkun për punimin e tij të magjistraturës pranë Universitetit të Zagrebit. Më interesoi ai link, e mora, e lexova pasi që Alberti kishte filluar të paraqitej në disa rrafshe, para se gjithash kishte filluar në lamin që më intereson mua bajagi, ajo është përkthimi, ku vazhdimisht menoja se jo vetëm përkthyes i mirë, por edhe përzgjedhës i mirë i materialit poezive që i përkthente. Në të kohë, me 4 prill të vitit 2022, pra pas leximit të këtij punimi, unë bëna një publikim, një postim të shkurtër, ku thëm, kënaqësi e madhe gjatë leximit të tezës së magjistraturës së intelektualit të ri malsor, Albert Bikaj, diskursi nacional i humanistëve shqiptar në fund të shekullit 15 dhe në fillim të shekullit 16, mbrojtur në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Zagrebit me 2021. Punim me taban, mendje të ftoftë dhe arsyetim shkencor, i bazuar në një bibliografi mbreslënse që nga latinishtja, italishtja, shqipja, kroatishtja, anglishtja, gjermanishtja e tjera. Këtij postimi vijon një fjali të cilën do ta cek më vonë gjatë vështrimit të librit, e që është shumë me vlerë, jo vetëm për mua, por sipas meje edhe për shkencën shqiptare në përgjithësi. Libri Zanafilla e mendimit kombëtar, diskursi i humanistëve arabënor përgjatë Renesansës, është po ai punim që e kisha lexuar 4 vjet përpara, gjithsesi i zgjeruar, i plotësuar dhe i rishikuar, ashtu siç din Alberti me lupën shkencore. Kësaj herë sillet në duart e lexuesit shqiptar. Në libër autori na sjell një mendim ndryshe nga ato që jemi mësuar të hasim në historiografinë tonë kombëtare. Deri më tani, historiografinë tonë ka mbisunduar vlerësimi se vetëm rilindasit, pra shekullit, autorët e shekullit 18-19, vund themelet e mendimit kombëtar shqiptar, duke anashkaluar kështu paraardhësit e tyre të denj, treshin intelektual, Marin Beçikemi, Dimitër Frangu dhe Marin Barleti, të cilët i analizon autori, me diskursin kombëtar të cilëve autori e shtyn kufirin, edhe kjo është vlera për mua më e madhja e librit, pra diskursi kombëtar i këtyre 3 autorëve, sipas autorit të librit, shtyhet kufiri i mendimit nacional ndërshqiptar për 300 vjet më mrapa. Pra, jo më shekullit 18-19, por shekullit 15. Duke në rënditur me kombet e zhvilluara evropiane.
Autori mbështetet në mendimet e mediavistëve të hershëm, e para së gjithash të tre folësit, e përmendëm Hirshin, që duke u citoj mbështetur në burimet e antikes dhe mesjetës së vonshme, argumenton se nacionalizmi nuk u zhvillua në mënyrë dinamike në shekullin 18, siç pretendojnë modernistët, por që nga Roma e lashtë e deri te humanistët e shekullit 15. Paraqitja e nacionalizmit, gjithsesi mendimit nacionalist kombëtar, shënohet me kalimin e mbretit francez në adheun e tij të parë në Francën. Pra shkputjen e tij prej idesë dhe mendimit, edhe faktikisht prej Romës, e cila deri në atë kohë merrej si atë dhe i përbashkët i të gjithë të krishterëve. Për kufizimin e parë për kombin, e hasim në koncilin e Konstancës me 1414, prej të cili del për kufizimi i kombit që e përcaktojnë regnum, lingua et mores, pra mretnia, gjithsesi territori ose origjina, gjuha dhe tradita. Shembujt e parë të nacionalistëve humanist, i takojmë të humanistët italian, që me çdo kush dëshirojnë të paraqiten si vazhdues të perandorisë romake, me mendime përjashtuese të tyre se të gjitha kombe tjera përpos atyre që i takonin perandorisë romake janë kombe barbare. Atyre u kundërvihen humanistët francez duke provuar avangardën e tyre. Këtu përmendet polemika mes të Jean de Hesdin dhe Francesco Petrarkës, e me vonë edhe ata gjerman, që si adut të vetin për të treguar se nuk ishin barbar, imponojnë mendimit evropian Gutenbergun, shpiksin e shtypshkronjës së parë. Kësaj ide, pra që edhe pse nuk jemi të perandorisë romake, nuk jemi barbar, nuk i rri larg as treshi ynë në veprat e tyre që dëshirojnë në çdo mënyrë të lidhin trashëgimin e qyteteve epirote me perandorinë e famshme antike dhe me perandoritë e famshme antike dhe të mesjetës. E në rastin e këtyre qyteteve janë Shkodra, Durrësi, Kruja, Drishti, ku Barleti për shembull i jep edhe 3 idetë e themelimit të qytetit të Shkodrës. Për të 3 humanistët arbënor, strumbullari i kombit dhe idesë kombëtare është kryetimi arbënor Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili me të bëmat e tij luftarake me beslidhjen e Lezhës 1443, me krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, ju kundërvu perandorisë më të madhe të kohës për mëse një çerek shekulli, u njohën nga të gjithë prisit e mbretërive si mbrojtësi i Evropës së krishterë para sulmeve otomane. Të qenit bashkohës dhe bashkluftar të Skënderbeut, siç është rasti Dimitër Frangut nga Drishti, nipit të Pale Anxhillit, gjithsesi kohësisht të afërt me ekzistimin e Skënderbeut, siç janë Marin Barleti dhe Marin Beçikemi, të dy nga Shkodra, humanistët tanë dëshironin të ngrinin herojin shqiptar në vendin e merituar në historinë evropiane, duke ngritur edhe atdheun e tyre në rrafshin e kombeve të përparuara të kohës. Për të 3 humanistët tanë, shkrimi për kombin është edhe me mëdheun është çështje e obligimit njerëzor, ndonse si për të gjithë oratorët e kombit, ashtu quheshin atë kohë, imazhet i kishin të idealizuara, por gjithsesi ato ishin në shërbim kryekput të kombit. Fatkeqësisht, historiografia shqiptare
veçanërisht ajo gjatë regjimit enverist, nëzorin nga veprat e treshit vetëm ato që i përshtatshin mendësisë së kohës. Krijuan te ne, lexuesit, një imazh mbi izolimin e kryetërimit tonë kombëtar, duke thënë që gjithë e lanë, e tradhtuan, e lanë, që nuk ishte e vërtet, por me këtë izolim gjoja të kryetërimit tonë kombëtar, dëshiroshin të arsyetonin dhe të aludonin në izolimin e shtetit shqiptar të gjysmës së dytë të shekullit 20, pra në sundimin ëndërjan. Por kjo nuk është gjëja vetme që na është imponuar nga koha e një mendësisë komuniste shqiptare. Edhe sot, kur po kalon dekada e 4 e largimit, në thojë, atë komunizmit që nuk është largua kur ku gati nga mendet tona, para se gjithash, edhe sot ne festojmë 7 marsin si ditën e mësuesit, që përkujton, paramenoni përcaktimin zyrtar, shkollën e parë shqipe, në Korçë me 1887. Autori në libër na përkujton dhe na rikujton se vetëm në kuadër të organizimit të pakicave të Venedikut, arbërit, pra shqiptarët, janë të parët Ballkanas që krijojnë vllazërinë, gjithsesi shkollën e vet, Scuola degli Albanesi, me 1442, apo Scuola de Santa Maria e San Gallo degli Albanesi, e pas tyne, vetëm pas arbërorve, këto shoqni, këto vllazni shkolla, i krijuan në Venedik edhe kroatët dhe grekët. Për ne është me rëndësi se është formoni shkollë para 100 vjeç dhe e festojmë sot si ditën e mësuesit, të i lënë pas vetes librin 550 vjetër, deri sot të njohur, shkollat 1442 në Venedik, madje edhe shkollën këtu në Priften si pas autorit Vincenz Malaj të vitit 1643. Pas vdekjes së Gjergj Kastriotit dhe rënies së qyteteve kryesore shqiptare si Kruja, Drishti, si dhe dorëzimit të Shkodrës pas paqes së Venedikut në otomanët, pas 2 rrethimeve të pasukseshme për otomanët për ta marrë Shkodrën, popullsia arbre mbeti e pambrojtur, me mundësinë e zgjedhjes ose të mbeteshin robër, ose të braktisnin atë dheun. Të mbesnin pjesë e tokës e okupuar, kishin raste të shumta në historinë edhe të shqiptarizmit, ku populata praktikisht masakrohej. Shumë prejsisht zgjodhen të dytën, shpërngulja masive shqiptarve nga Shkodra, Durrësi, Ulqini, Tivari, Drishti, përfshini edhe shumë familje aristokrate shqiptare, bit e të cilave vijuan shkollimin në universitetet e njohura të kohës, duke mbuluar me vonë edhe pozitat të larta shoqërore dhe fetare. Këtu e ka zanafillën edhe ideja edhe sot e gjallë e diasporës shqiptare si çerdhe e mendimit dhe shkrimit shqip për tërë historinë që pason prej atyre ditëve e deri sot. Ti kthehemi tani asaj fjali që thashë në fillim se do ta cek më vonë gjatë analizës. Në atë postim shkrova, e citoj vetveten, njërisi, ndoshta vetëm për mua, në studimet shqiptare, përdorimi i imagologjisë si metodë e reflektimit dhe shkrimit. Imagologjia si metodë studimi është qasje kritike dhe analitike zhvilluar në kuadër të letërsisë krahasuese të shekullit 20 dhe paraqitet kryesisht me 3 mundësi autoperceptimit, pra si e perceptojmë vetveten, heteroperceptimit, si
i perceptojmë të tjerët dhe metaperceptimit si na perceptojnë të tjerët. Si na perceptojnë të tjerët ne, çfarë mendimit kanë tjerët për ne. Vojceki këtu pasi që kjo është baza e metodologjisë që e ban autorin Bikaj, autorin e parë shqiptar që merret me këtë tip të studimit. Zështjellimi të veprës, autori Albert Bikaj i përdorën mjeshtrisht të 3 mundësitë e imagologjisë, duke u bazuar në shembuj tipik. Sa i përket imazhit të kombit, aty e kam piksuar edhe unë këtë paraqitje timen, autori ndalet në studimin e 3 përcaktuesve kryesor: mitin e origjinës dhe territorit, herojit kombëtar dhe qytetit si locus amsenus kombëtar, pra vend i dashur kombëtar. Për mitin e origjinës, autori jep këndvështrimin e autoperceptimit dhe të metaperceptimit, duke përdorur shembuj të perceptimit për vetveten. Unë kam marrë këtu një citat të Barletit për ushtarët Arber, ku thot: ata si tremben asgjëje, për ta është neri madh të flejojnë jetën për atë dheun, sepse këte konsiderojnë lavdi të vërtet dhe të sigurt. Pra, shtu e konceptojmë ne vetvetin përmes Marin Barletit. Edhe kjo është autoperceptimi. Por interesant bëhet edhe me metaperceptim, se si na konsiderojnë të tjerë. Dhe këtu e kemi rastin e Ahmet Beut, që thot: ata janë të jashtëzakonshëm, pra për të njëjtit, për ushtarët Arber, meritojnë të nderohen në mbar botën, të lartësohen me nderime deri në qiell. Pjesën kryesore të studimit mbi herojin kombëtar, autori ja kushton kryeherojit Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Të 3 autorët flasin për prejardhjen kombëtare të Skënderbeut, duke cilësuar herë si Arber, Albanus, herë si Epirotas, herë si princi i Arbënorëve, principes Albani, e herë si princ i Epirit, Epiri principes, që në fakt të gjitha këto janë sinonime për atë që quajmë ne sot shqiptar. E lidhin prejardhjen e tij që nga Aleksandri i Madh dhe Pirroja, idealizimit të pamjes së tij fizike dhe të bamave të tij luftarake, i shkon për shtat edhe fama që ai kishte krijuar në mbar Evropën si mbrojtës i saj dhe i krishterënimit. E paraqesin si poliglot që përpos gjuhës amtare zotronte edhe 5 gjuhë të tjera. Është shumë interesant se derisa të tjerët levdrohen me pris ushtarak, që janë mjeshtrat të shpatës apo të luftës, kryetërimi ynë i flet përpos shqipes edhe 5 gjuhë tjera botnore. Para vdekjes së Kastriotit, kjo është një element interesant, ai cakton arcipeshvin e Durrësit Pal Angelin, kryediplomatin e tij, si regjem, dhe elementi tjetër i lën testament të birit, ku i thot: të nderosh Zotin dhe të mbrosh atë dheun. Përpos kryeherojit, autorët quajnë edhe vetveten e quajnë herojnë. Pra, këta 3 autorë, Piçikemi, Barleti edhe Frangu, por ata nuk luftojnë për kombë me pushk, por me penë. Sa i përket qytetit si locus amsenus, pra vend i dashur, kjo është ajo gjeografia e kombit, se cili dëshiron të paraqes vendin e vetë më të mirën, e veçanërisht në këtë konstelacion të mendimit të kohës, bie në sy metaperceptimi i sultan pushtuesit, sultan Fatihut, fatkesisht emrin e tij e njohim edhe këtu në Malsi, pas dështimit të rrethimit të dytë të Shkodrës. Ai shprehet: o sa i shkëlqyer dhe i lartë është ky vend,
që Shqiponia e zgjodhi për të ndërtuar folen ku do t'i rriste vezlit e saj. Ose tjetri, Osmanët e kishin kuptuar se Shkodra ishte qytet jashtëzakonisht fisnik, ishte rojtar, sy, mbrojtës dhe mburoj e të gjithë mbretërisë, porta e detit jon dhe detit Adriatik. Pra me meta-perceptime, me perceptime të tjerëve për atdheun e këtyre tre autorëve, në paraqitet jo vetëm ajo që sot zakonisht kemi një meta-perceptim, bajagi negativ ndaj shqiptarëve, por një meta-perceptim shumë të ngritun ndaj udhëhecësve tonë dhe edhe ndaj vendit. Dhe të mos zgjasim, libri Zanafilla e mendimit kombëtar e autorit Albert Bikaj duhet lexuar me do e mos. Secili që mendon se duhet të thellohet pak a shumë në atë mendimin nacionalist shqiptar dhe të kuptojmë njëherë se nacionalizmi, pavarësisht definicioneve sotme, sociologjike dhe kështu me radhë, nuk është negativ. Të duash vetin, të duash kombin e vet, askur nuk është negative. Jo të urresh dikë tjetër. Ai është një studim, pra libri është një studim i mirëfillt me aparaturë të plot shkencore, që nga burimet, në shumë gjuhë dhe rreth 100 veprave, autorve, literatura, fusnotat që kalojnë numrin 350 në 120 faqe, 130, nuk e di, e deri te një raritet kohëve të fundit, veçanërisht indeksi i emrave dhe vendeve. Ajo është një kusht që një libër të shpallet libër shkencor i vërtet. Vetë parafjalja në libër e dhënë nga historiani mirënjohur shqiptar, profesor doktor Jahja Drençolli, me vlerësimin se, citoj, autori Albert Bikaj sjell për herë të parë një analizë të plot dhe të argumentuar mbi rolin e humanistëve arbëror në zhvillimin e mendimit kombëtar përgjatë humanizmit dhe renesansës, thot shumë, e veçanërisht kur dihet se kush e thot. Juve faleminderit, Albert, urime. Faleminderit zotri Berishaj për analizën domethënëse. Ndërsa tani ftoj autorin Albert Bikaj të marrë fjalën dhe të ndajmë në idetë, motivimin dhe përvojën e tij gjatë përgatitjes së librit. Urdhëroni. Zonja e Zotni, mirëmbrëma të gjithëve. Fillimisht falenderoj panelistët për kumtesat e tyre edhe vlerësimet. Gjithashtu falenderoj gjithë pjesëmarrësit, miq, dashamirë të librit. Në veçantë falenderoj mesën nga Kanar Denkas për promovim, e vlerësoj shumë. Sa i takon të flas për librin, besoj se panelistët i kanë thënë një pjesë të madhe të tyre që i kam pasur në plan me i thënë, kështu që nuk e shoh të arsyeshme mi përsërit. Por do jap disa mendime të shkurtra gjatë procesit për shkrimin e librit dhe ideja për shkrimin e librit. Çështja e identitetit ose identiteteve është përherë aktuale, interesante edhe e debatueshme. E sa i takon historisë, kemi historiografinë e cila është vazhdimisht e ndryshueshme, në një farë mënyrë të korrizueshme nëpërmes historianëve dhe autorëve të ndryshëm. Duke njoft historinë edhe të kaluamën tonë kombëtare, atë jo të largët, e dim se historiografia ka qenë shpeshherë një produkt politik dhe ka pas qëllim t'i paraqesë sipas interesave të ndryshme politike të kaluarën, sidomos në këtë rast mesjetën. Identiteti mesjetar arbënor, e theksoj arbënor për arsye se ndryshimi midis identitetit arbënor dhe shqiptar është natyrisht i evidentueshëm, por shpeshherë keq kuptohet edhe keq interpretohet.
Dhe ky libër ka pas pikërisht si qëllim tregoj atë identitetin paramodern, identitetin mesjetar, ardhnor, ku ka disa elemente ndryshme nga i aktual modern. Me këtë nuk dëshiroj të them në libër se kjo është një shkputje nga identiteti mesjetar, por një vazhdimsi që reflekton me periudhat historike kohore, ashtu siç kemi në gjatë rilindjes, domethënë identitetin tipik, diskursin fetaro-kombëtar, e kemi më pas edhe gjatë rilindjes kombëtare ose iluminizmit identitetin sekular shqiptar. Nuk dëshiroj zgjatëm më shumë, por t'ju ftoj të lexoni librin sipas mundësive dhe dëshirës, edhe më pas shoqërohemi këtu në një koktejl modest. Faleminderit. Duke falenderuar panelistët për ligjërimet e tyre si dhe gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen, ju ftoj të merrni pjesë në koktejlin e organizuar nga autori në korridor, ku gjithashtu të interesuarit mund shfrytëzojnë rastin për të blerë librin, për të marrë nënshkrimen nga vetë autori, si dhe për të diskutuar mbi të në një atmosferë jo formale. Faleminderit dhe natën e mirë.